Lideri i opozitës Sali Berisha publikoi të tjera prova që faktojnë masakrën zgjedhore të 11 majit, nga Selia Blu Berisha nxori pamjet filmike që tregojnë se si komisionerët kontrolluan çdo votë duke votuar bashkë me zgjedhësit, teksa në kuti në disa raste u hodhen më shumë se një flet votimi nga i njëjti person. Shifet e kriminale, të vajzën kriminale elektorale, komisionere në detyrë. Shikoni çfarë bën. Një nga një shkon dhe voton me zgjedhësit. Urdhë. Pra voton komisionerja, kontrollon çdo vot. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Voton për te. Tani futet vetëm në një tjetër. Tani komisioneri. Dy flet. Jam i bindur se shqiptarët do t'i japin Edi Ramës si armiku më i egër i lirive të tyre atë që meriton sa më shpejt. Berisha i cilësoi këto si akte kriminale, teksa paralajmëroi se opozita do të bëjë betejë të shumëanshme kundër masakrës zgjedhore, duke vënë theksin tek qeveria teknike. Numërimi i votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethon, në asnjë rast nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Teza e Partisë Demokratike është vota vdiq pa hyrë kuti. Natyrisht betejë do të jetë shumë planshe, komplekse, por me bindjen tonë më të thellë që do fitohej. Qeveri teknike zgjedhje të tjera. Ky është motoja jonë. Si përgjegjës kryesor të farsës zgjedhore, Berisha akuzon kryeministin Rama dhe kreun e SPAK-ut Altin Dumani, duke theksuar se qendrat e votimit u vënë në presionin e hanxharëve të krimit. Aty ku hanxharët e krimit kanë kërcënuar njerëz, i kanë detyruar të mbyllin sy. Pas kreut të organizatës kriminale Edi Rama, që është përgjegjësi numër 1 për këtë farsë zgjedhore, autori i saj është Altin Troplini, i cili amnistoi dosjet 184 dhe 338, duke u thënë shqiptarëve se krimi elektoral nuk ndëshkohet dhe se Edi Rama ka licencë për të vazhduar krime monstruoze të tjera. Janë dy këta, balozët më të zi të krimit elektoral, janë njëri është Edi Rama, i dyti është Altin Troplini. Berisha u ndal edhe tek hapat për ndërgjegjësimin e ndërkombëtarëve, duke përfshirë takimet në Bruksel, Strasburg dhe reagimet pasgjedhore, ku theksoi se tashmë reagimet ndërkombëtare ndaj situatës politike në Shqipëri janë të qarta dhe faktojnë shkatërimin e zgjedhjeve nga Partia Shtet. Se çfarë ndryshon në Shqipëri dhe do ndryshojë, ajo varet nga shqiptarët. Por këto janë të domosdoshme, nuk vjen kush as me të krijuar qeverinë teknike, as me të rrëzuar qeverinë. Por kjo që po bëhet ka një vlerë shumë të madhe, se zgjedhjet janë sa kombëtare aq ndërkombëtare. Gjertani kanë dështuar të gjitha përpjekjet e Edi Ramës për ndryshuar raportin. Po të lexoni raportin e djeshëm, thirrje Shqipërisë të ndaj shtetin nga partia. Partia Shtet është de facto asgjësimi i zgjedhjeve. Se i takon zgjedhjeve të pjesëshme lokale që pritet të mbahen në vjesht në disa bashki përfshirë edhe Tiranën, lideri i opozitës Sali Berisha ishte konsistent në qëndrimin e tij se me Edi Ramën kryeministër ka vetëm farsë zgjedhore.